Maria Lajqi ka nënshkruar kontratë me Komunën e Shtimës për dhënien në shfrytëzim të një parceleje publike prej 70 ari për 99 vjet. Në këtë kontratë parashihet që kjo ndërmarrje në 2 vitet e para të punës mos të paguaj fare tatim. Kryetari i Komunës së Shtimës Naim Ismaili tha se po punoj në krijimin e kushteve të përshtatshme për investitor, në mënyrë që përmes tyre të ulet papunësia në qytetin e Shtimës. Duart të këtij djaloshi nuk do të lidhen me zinxhir. Kështu çiftelisja ka të preferuar do t'i bie lirshëm në një dhomë të veçantë të ndarë e në kas për trajtimin e tij. Nga shtëpia e tij në Ferizaj, 22 vjeçare me inicialet AM u largua fal vendimit të qendrës së shëndetit mendor në këtë komunë. Herët që filluar to insistim do thotë që këtë djalosh na ta trajtojnë në shtime. Por tash është institucion adekuat. Por sa do kudo, ma adekuat, ma mirë është vendoset aty, ta trajtojmë aty, se sa që na jetë në shtëpi i lidhur. Largimin e djalit e konfirmuan familjarët e tij, por nuk pranuan të flasin para kamerës. Megjithatë, kishin mundsuar një vizitë të televizionit në shtëpinë e tyre. Aty babai pati treguar arsyet pse po mbante atë të lidhur. Kur ta kap kë basi kë s'je bab shan, mune më tra. Po do të më marr pak me të mirë pak asë të djalë është. Ç'më thon. I detyruar që të kujdesej për të birin e Semur, Milazimi nuk ishte në gjendje as të angazhohej diku në punë për familjen 6 anëtarshe. Edhe kujdestari i familjes, unë kujdesa për këta fëmijë hala. Unë jam kujdestari këtyre fëmijëve deri me vdekje, domethënë derisa të më punon takati. Ky rastani do të trajtohet në qendrën rehabilituese të Shtimës. Aty djaloshi do të ketë trajtim të veçantë, ndërsa familjarët do të kenë mundësi ta vizitojnë gjatë fundjavës. Kjo falë këmbgulës së qendrës së shëndetit mendor në Ferizaj.